Përfaqësues të mazhorancës i bëjnë apel drejtësisë të hetojë paanshmërisht dhe deri në fund dosjen imami ku janë të akuzuar ish ministri, por edhe 4 ish zyrtarë të tjerë të kësaj ministrie. Ata janë denoncuar pak ditë më parë nga ministja Mimi Kodeli për shpërdorim detyre dhe thyrje të barazisë në tendera, duke shpërdoruar 1 miliard lekë për reklama që përfunduan tek një televizion kombëtar në mënyrë preferenciale. Deputetët socialistë Tauland Balla dhe Arben Çuko mendojnë se prokuroria mjafton të bëjë detyrën e vet dhe do të provohet se zoti imami nuk e ka më vendi në parlament. 1 miliard lekë fonde publike u tjetërsuan gjoja për reklama dhe askush nuk e din në Shqipëri nëse u dhan apo jo ato reklama televizive dhe si përfunduan ato fonde në një kohë kur gjithë këto reklama korrespondonin me kohën që vendi ishte në fushat zgjedhore. Nuk e di çka nevojë ka pasur Ministria e Mbrojtjes bënte reklam për forcat tona të armatose në kohën që Shqipëria ishte në zgjedhje, por ky është informacioni i dhënë nga mediat, ndërkohë që çështje tjera shumë të rëndësishme të transparencës që lidhen me lidhje korruptive janë dhe sigurisht çështje të blerjeve, të shitjeve, të tjetërsimit pronave, sigurisht që do i takoj drejtësisë ta hetoj imtësisht gjithçka është kryer në Ministrinë e Mbrojtjes. Por unë besoj që prokurori i përgjithshëm, në rastin e zotit Imami, prokurori i përgjithshëm duhet që në bazë të kompetencave të veta kushtetuese dhe ligjore, thjesht të zbatojë ligjin. Nëse ai do të zbatojë ligjin, unë jam i sigurt që edhe zoti Imami, edhe zotrinj të tjerë nuk e kanë vendin mend këtu në sallën e parlamentit. Sipas Tauland Ballës, Partia Demokratike duhet i bashkohet qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe nuk duhet bëhet mburojë e zyrtarëve të korruptuar si Imami. Partisë Demokratike i them të heqë dorë nga ngritja e një mburoje politike dhe një tymnaje politike për të mbrojtur afera të pastra korruptive. Dhe këtu duken qartë standardet dhe qëndrimet e dy palëve. Më kot miratojmë rezoluta në parlament dhe bëjmë sigur do luftojmë korrupsionin, ndërkohë që një rast i parë që vjen akuzë korruptive ndaj një ish funksionari të lartë Partisë Demokratike në 8 vite në qeverisje dhe Partia Demokratike në vend që të mbështesi prokurorinë kthehet mburoj. Këto lloj mburoja politike nuk kanë më vlerë. Por mediat kanë denoncuar më herët përfshirjen e ish ministrit të aktualisht deputet i Partisë Demokratike Arben Imami në disa skandale të tjera. Ato nisin me nxjerrje në shitje të mbi 3000 metra katror në pronësitë Ministrisë së Mbrojtjes me çmim qesharak. Një tjetër aferë ku ishte implikuar ish ministri i Mbrojtjes është edhe diskriminimi i firmave në tenderin për uniformat ushtarake. Një tjetër skandal që mban firmën e ish ministrit Imami është edhe ai për blerjen e helikopterëve nga Franca. Drejtimi i Ministrisë së Mbrojtjes nga Arben Imami është shoqëruar me shpërfilljen arogante të vendimeve të gjykatave që urdhëroni kthimin në detyrë të oficerëve të lartë të shkarkuar abuzivisht, por në shkresat përcjellse Imami bashkë me firmën shkruante prerë për varësit ministri, vendimi i gjykatës të refuzohet.